Me përjashtim të rastit të 2 javëve të para, kur në një fermë të imtash në domën të Postribës u konstatua murtaja e bagëtive, asnjë rast tjetër nuk ka deri sot, si në prefekturën e Shkodrës, ashtu edhe në Lezhë e Kukës, konfirmoi drejtori rajonal i shërbimit veterinar për Veriun, Andi Bilali. Deri tani nuk kemi pasur rast të ri të shfaqjes së kësaj sëmundje, as dyshuar. Për çdo ditë shërbimi veterinar i rajonit Shkodrës çdo ditë është në terren ku po bën monitorimin e gjitha fermave të imtave në gjithë rajonin. Bilali theksoi edhe një herë urdhrin e ministrit të bujqësisë numër 575, sipas të cilit bllokohet lëvizja e të imtave deri në tejkalimin e kësaj sëmundjeje. Me urdhrin e ministrit numër 575 datë 9 qershor është bërë blokimi i lëvizjes së gjitha fermave me të imta në territorin e Shqipërisë. Pra, blokimi i lëvizjes nga ferma në fermë, nga ferma në treg, gjithashtu edhe përveç kësaj janë ngritur grupe kontrollit të cilët monitorojnë çdo ditë akset rrugore. Prefekturat Shkodër, Lezhë dhe Kukës kanë 5 apo 6 tregje të bagëtive që funksionojnë një herë në javë, por gjatë kësaj periudhe nuk lejohet tregtimi i të imtave në këto tregje. Kjo është në varësi të ecurisë së smundjes. Qofse nuk do kemi raste të reja, besoj se me përfillimin e karantinës mund të hapet një pjesë e lëvizjes, por gjithmonë është në varësi të ecurisë së smundjes. Pra qofse pas përfillimit të karantinës nuk kemi raste të reja, zona shpallet e pastër, atëherë po me urdhën e ministrit mund të hapet edhe lëvizja kafshëve nga ferma në fermë apo nga ferma në treg. Drejtori rajonal i shërbimit veterinar për Veriun, Andi Bilali, u bëri thirrje fermerëve që për çdo rast të dyshuar tek tufat e tyre të njoftojnë menjëherë mjekun dhe shërbimet veterinare të njësisë administrative.